Në Shqipëri, betejat për pronën nuk zhvillohen gjithmonë me armë. Shpesh, ajo zhvillohet në zyrat e shtetit, në sallat e gjyqeve dhe në zyrat e noterëve. Fillimisht vjen pasiguria, një proces gjyqësor që zgjat me vite, një vendim që ndryshon, një regjistër kadastral që nuk përditësohet, një pronar që nuk e di nëse do të gëzojë tokën e trashëguar. Pastaj vin blerësit, jo domosdoshmërisht me kërcënime të drejtë për drejta, por në një moment kur pronari është lodhur nga gjykatat, ka humbur besimin te shteti dhe është bindur se nuk mund ta mbrojë më pronën e tij. Kjo është historia e familjes Lamaj në Petrel. Për më shumë se një dekadë, ata luftuan në gjykata për të provuar pronësinë mbi rreth 73.000 metra katror tokë. Fitonin një proces, humbin një tjetër. Ndërsa familja priste drejtësi, zona përreth po ndryshonte me shpejtësi. Ish pista e hipizmit po kthehej në resort. Rreth saj po projektoheshin vila luksoze. Çmimi i tokës rritej çdo vit dhe interesi për ta kontrolluar atë bëhej gjithnjë më i madh. Por pronarët, pas më shumë se 10 vitesh gjyqe, kishin frikë se në një vendim tjetër gjyqësor mund t'u hiqte përfundimisht të drejtën e pronësisë. Në këtë klim pasigurie në fund të vitit 2021, familja vendosi ta shiste pjesën më të madhe të pronës, jo sepse dëshironin, por se besonin se nuk kishin rrugë tjetër. Një pjesë e tokës ju shit Elvis Doçit, njeriu që hetimet e prokurorisë e identifikojnë si drejtues të një prej organizatave kriminale më të rrezikshme në vend. Duket se u kthye në garantues për familjen Lamaj. Një pjesë tjetër e tokës ju shit Ergyes Agasit. Për familjen Lamaj ky ishte fundi një beteje, ndërsa dokumentet e siguruara nga Shteg dhe materialet hetimore të SPAK tregojnë se toka në Petrel shihej si pjesë e një projekti shumë ambicioz. Ndërtimi i një kompleksi rezidencial me vila luksoze në një nga zonat më të kërkuara të periferisë së Tiranës. Në mars të vitit 2021, Ergyes dhe Megi Agasi lidhen një kontratë sipërmarrje me shoqërinë Eldemar Construction, kompaninë në pronësitë e Elvis Doçit. Pak muaj më vonë, kompania depozitoi kërkesën për leje ndërtimi. Sipas dëshmisë të dhënës SPAK nga ore sota, për projektimin ishte angazhuar Studio Amerikan e Arkitekturës, Diller Scofido dhe Renfro, një prej emrave më të njohur në arkitekturën bashkëkohore. Ideja ishte të ndërtojë një kompleks ekskluziv vilash që do të ndryshonte të gjithë zhvillimin urban të zonës përreth Ekpos Resort. Por ndërsa arkitektët punonin mbi projekte dhe investitorët kërkonin lejet përkatëse, hetimet tregonin se organizata e drejtuar nga Elvis Doçi ishte përfshirë në 10 episode të trafikut ndërkombëtar të kokainës. Sipas hetuesve, fitimet e krijuara nga ky aktivitet transportoheshin drejt Shqipërisë dhe më pas investoheshin në ekonomi, kryesisht në sektorin e ndërtimit. Në dosje, përshkruhet një skem ku parat kesh silleshin në Shqipëri përmes rrjedhave të transportit ndërkombëtar dhe më pas kanalizoheshin në projekte ndërtimi, duke fituar një origjinë të ligjshme. Pikërisht këtu, sipas ekspertëve ndryshon hallka që lidh krimin me ekonominë formale. Fillimisht sigurohet prona, më pas projektohet ndërtimi, merret leja, hyn partnerët financiar dhe në fund kapitali shndrohet në apartamente, vila apo resorte turistike. Por projekti i vilave në Petrel nuk ishte plani vetëm që Elvis Doçi kishte në ndërtim. Përmes kompanisë Eldemar Construction, ai bleu një pronë në vijën bregdetare në zonën e Golemit, me një sipërfaqe prej afro 4.000 metra shkatror. Pak muaj më vonë, u krijua një tjetër kompani, Rock of Kavaja, me objekt investimet në hoteleri dhe turizëm. Në shtator të vitit 2024, ndërsa hetimet e SPAK dhe antimafjas italiane vjonin ende, Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi leje për ndërtimin e një hoteli shumë katësh, me 10 kate mbi tokë dhe 3 kate nën tokë. Një investim me standarde të larta, i projektuar për të kthyer në një hotel me 5 yje në bregdetin e Adriatikut. Pak muaj më pas, në projekt hyn edhe një partner i ri biznesi. Sipas kontratave të siguruara nga Shteg, kompania farmaceutike CFO Pharma bleu 60% të aksioneve të Eldemar Construction, duke u bërë pjesë e financimit të investimit. Dokumentet parashikojnë përgatitjen e studimeve të fizibilitetit, projektimin arkitekturor dhe përfshirjen e një marke ndërkombëtare hotelerie. Objekti ishte i qartë, ndërtimi i një hoteli me 184 dhoma, që do të operonte nën markën Pullman Hotels and Resorts, që do të hapej në vitin 2028. Për ekspertët e ekonomistë të intervistuar nga Shteg, pikërisht këtu ngrihen pikpyetjet më të mëdha. Si është e mundur që një person i jetuar për krim të organizuar të vazhdojë të zhvillojë projekte të kësaj përmase? Sipas ekspertëve,
përgjigja lidhet me bështllëqet ligjore. Në Shqipëri nuk ekziston një mekanizëm që ndalon automatikisht dhënien e lejeve të ndërtimit për kompani ku aksionerët apo administratorët janë nën hetim për krime të rënda. Kështu, ndërsa hetimet penale zhvillohen në një anë, projektet e ndërtimit mund të vazhdojnë në anën tjetër. Dhe ndërsa drejtësia kërkon të ndjek gjurmët e parave, betoni vazhdon të ngrihet. Sipas të dhënave ekonomike, sektori i ndërtimit dhe ai i pasurive të paluajtshme prodhojnë miliarda euro çdo vit dhe përbëjnë një pjesë të rëndësishme të ekonomisë kombëtare. Ndërsa hetimet e SPAK tregojnë se ndërtimi përbën një nga sektorët me rrezikun më të lartë për pastrimin e parave, ndërsa raportet ndërkombëtare kanë reditur prej vitesh Shqipërinë, me zvendeve me ekspozimin më të lartë të këtij fenomeni. Ndaj, historia e familjes Lamaj nuk është vetëm një pronë e shitur në petrel. Është historia e pyetjeve që ngren një sistem, ku qytetarët humbasin besimin se shteti mund të mbrojë pronën e tyre, ndërsa sipas hetimeve të SPAK dhe dokumenteve të analizuara nga shteti, kapitali me burim të dyshuar kriminal gjen rrugën drejt ndërtimit dhe turizmit. Sepse kur qytetari humbet besimin se ligji mund ta mbrojë, prona pushon së qenë një e drejtë kushtetuese dhe kthehet në mallin më të lehtë për t'u marrë. Dhe kur toka bëhet më e vlefshme në duart atyre që kanë pushtet, para apo ndikim, sesa në duart e pronarëve të saj, atëherë nuk po ndërtohen vetëm vila, resorte apo hotele, po ndërtohet një model ku, sipas dokumenteve të analizuara nga Shtek dhe hetimeve të SPAK, betoni nuk ndryshon vetëm peizazhin, ai ndryshon marrëdhënien mes qytetarit, pronës dhe shtetit, sepse në Shqipëri, rruga nga prona tek zhvillimi kalon shpesh aty ku kryqëzohen pushteti, parat dhe krimi i organizuar.